Specialistët për hetimin e krimeve në policinë e Vlorës kanë arrestuar në flagrant shtetasin ESH 31 vjeç banues në Vlorë, pasi është konstatuar nga shërbimet e policisë jashtë banesës duke thyer masën e sigurimit personal arrest në shtëpi të caktuar ndaj tij. Specialistët për hetimin e krimeve në stacionin e policisë Selenic referuan materialet në prokurori dhe nisi procedimi penal për shtetasin LI 27 vjeç, pasi dyshohet se gjatë një debati për motive të dobta ka kanosur me armë gjau e cila posedoi me leje nga babai i tij, shtetasin FH 50 vjeç banues në Romës Selenic. Arma e gjaut u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban në Sarand arrestuan shtetasin MS 37 vjeç banues në Holland, pasi u konstatua duke drejtuar automjetin në gjendje të dheur. Materialet ju referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme hetimore.